reportin ku ishim ne të vendosur mbi atë që quhet paviljoni CES që është i njohur mbi. E kishit idenë çka po ndodhte? Jo, ne shiko. Ne pom që avionet e NATO-s po bombardonin diku mbi Mokna, që është ai pozicioni do të thotë ka qenë një pozicion ushtarak i ushtrisë serbe atje. E pom që atje, por kur kush nuk mund ta mendonte, askush mund ta mendonte që do të goditet burgu, sepse me të gjitha konventat, burgu dhe të burgosurit janë të mbrojtur në luftë. Mirë po, me vonë ne e kuptuam, jo atëherë derisa ndodhi ngjarja, me vonë e kuptuam që Serbia kishte luajtur një lojë të dytë aty, e kishte vënë në lajthitje, pra edhe vetë NATO-n, sepse paraprakisht në burgun e Dubravës kishte vendosur njërin nga sistemet kryesore të komunikimit ushtarak, do thotë, i cili shfrytëzohej dhe veçanërisht përdorej për rrafshin e Dugaxhinit, ku ushtria i kishte antena dhe gjithçka i kishte të vendosur aty. Përveç kësaj, forcat paramilitare i kishte marrë dhe i kishte vendosur në burgun e Dubravës. Burgu i Dubravës më përpara ka qenë i zbrazë, të burgosurit kanë qenë tjetër ku, dhe aty i kishin vendosur forcat paraushtarake të tyre, paramilitare. Dhe në momentin kur NATO e ka kuptuar që janë këto elemente aty, pra që është qendra e komunikimit dhe gjithashtu edhe njësitet paramilitare janë të vendosura me burgun e Dubravës, e kanë identifikuar si cak ushtarak i cili duhet sulmohet nga NATO. Dhe kur informacioni ju ka rrjedh do thotë nga NATO dhe ka ardhur në vesht e serbëve, ata pastaj i kanë largu paramilitarët nga aty, i kanë mbledhur të burgosurit shqiptar nga të gjitha burgjet, edhe nga burgjet e Serbisë, edhe nga burgjet e Kosovës, dhe i kanë vendosur në burgun e Dubravës me qëllim që t'i shndrojnë mish për tokë, pra që NATO tjetë ajo e cila do të gjun bomba mbi të burgosurit shqiptar dhe të fajsohet pastaj që do të thotë ka kryer një krim monstruoz mbi të burgosurit e pambrojtur dhe të pamundshëm për të rezistuar. Si arritët që të shpëtonit nga aty? Kjo është një pyetje që vërtet është vështirë me dhënë përgjigje kjo.